Në momentin që unë jam shpallur non grata, kam buzëqeshur. Sepse kuptova që kam prekur bërthamën dhe e vërteta ka cënuar ata që nuk duan që kjo e vërtet dalin pa. Kam buzëqeshur. Sepse unë mendoj shpesh që të keqen mund ta sfidosh, mund ta shtysh, mund ta kundërshtosh edhe me buzëqeshje, edhe me dritë. Dhe ne duke patur krahun ton të vërtetën, nuk kemi pse urrejmë, nuk kemi pse shtym, nuk kemi pse bëjmë të njëjtën gjë që kanë bërë me ne. Ne mjafton të themi fort të vërtetën. Ta themi gjatë gjithë kohës të vërtetën. Ti themi fqinjve tanë, ne nuk i urrejmë, po të vërtetën do e themi. Ne nuk urrejmë popull, po të vërtetën do e themi. Sepse janë tanët edhe shqiptarët e Çamërisë, sepse janë tanët edhe shqiptarët e Kosovës, sepse janë tanët edhe shqiptarët e Maqedonisë, të Malit Zi, të Luginës së Mtej. Dhe ne, duke i patur njerëzit tanë, duhet jemi krah tyre dhe të rrëfejmë të vërtetën tonë dhe tyren, sepse është e njëjta. Ne nuk mund të bëjmë një histori ndryshe, sa ku jemi njëjti komb.